Miq të nderuar, një përshëndetje të bukur nga Zvicra. Jemi me datën 5 korrik të vitit 2026 dhe sot i këtë ditë vikendi kemi vendosur që të marrim një temë politike nga studimet e mia që kam bërë për veprën e Uksin Hotit dhe kam bërë një krahasueshmëri mes kohës kur Uksin Hoti veproi punoi për çështjen kombëtare dhe të sotmes politike shqiptare dhe politikanëve të sotëm. Këtë temë pra sot përpara juve kam menduar ta shtjellojmë pak dhe të hedhim një krahasim mes asaj se si e shihte Uksin Hoti politikën atëherë dhe ku jemi sot ne shqiptarët. Pra një krahasueshmëri që sigurisht se do të nxjerrë në pa edhe shumë çështje të reja të cilat i mungojnë kësaj politike sot. Sepse për mua Uksin Hoti mbetet një filozof politikës shqiptare. Jo vetëm të kohës kur ai punoi dhe veproi, por edhe sot e kësaj dite ne nuk kemi politikan të kalibrit të pra politikan të kalitur në për shkollat politike, të cilat dinë ta përfaqësojnë, të sjellin ide, ta mbrojnë çështjen e kombit dhe të avdhëut të tyre. Ai veproi, punoi dhe liroi këtë. Por mbi të gjitha njohuritë e tija për shkencën politike shkojnë aq larg sa sot kemi vështirë të gjejmë politikan që do t'i afrohet kalibrit të tij. Unë do të përpiqem që të sjell përpara jush një krahasim që sigurisht se ju më pastaj do të gjykoni dhe do të vlerësoni. Këtë qëllim e kam patur të sjell këtë krahasueshmëri jo për ndonjë ingerencë timen personale, apo për ndonjë ego personale që mund të paragjykohet sot ndër ne shqiptarët, sepse jemi paragjykuesit më të mëdhenj të çështjeve për çdo çështje, çdo problematikë. Por të hedh një krahasim mes asaj se çfarë ishte vizioni i tij për politikën, për avdhëun, për kombin dhe ka po shkojmë ne sot. Pra, unë do të filloj dhe kësaj e kam titulluar temën të sotme. Me që jam marrë me studimet e veprës kam ndarë njërën nga ato tema dhe kam quajtur pasqyra e thyrë e kombit. Sigurisht se jemi brenda një politike që gjithandej ku jemi të ndarë, jemi cop-cop, sikur një pasqyrë kur bie në tokë dhe thyrë. Është shumë e vështirë pastaj një të copa të bashkuara. E aq më pak, e aq më tepër se mund të themi sot kur nuk punohet fare të bashkimin e kësaj pasqyre. Politikanët e sotëm sot jo që nuk janë në gjendje të merren vesh,
për politikat e tyre nga shtetet ku jetojnë, për ta unifikuar një politikë. Por ata nuk janë në gjendje sot edhe politika katundesh të bashkojnë. Dhe kjo është e keqja e fatkeqësisë tonë. Dhe ne si popull shqiptar, po e vuajmë gjithandej. Unë po vazhdoj me temën time që mos të mërzis juve edhe nga fjalët e mia, por nga ato që kam përgatitur të sjell përpara juve. Presoj në durimin tuaj dhe në kohën tuaj që e keni shkruar dhe të respektuar, dhe unë kujdesin tuaj e çmoj shumë. Vizioni i Ukshinotit për çështjen shqiptare, politikanët shqiptar në raport me politikën e sotme. Ka njerëz që historia i lën të flasin nga qelia, sepse vetëm murin e burgut nuk mund t'ja zër gojen. Ukshinoti ishte njëri prej tyre. Politolog, njeri i mendimit të rrept analitik, ai shkroi filozofinë politike të çështjes shqiptare, jo si program partije, as si manifest agitacioni, por si një arkitekturë e ftohtë e mendimit mbi realitetin e nxehtë, fatin e një kombi të ndarë nga kufijt që vendosi vetë. Librin e tij nuk është thjesht tekst analize, është një pasqyrë e vendosur përpara historisë shqiptare, dhe si çdo pasqyrë e ndershme tregon njëkohësisht fytyrën dhe të qarave. Sot 30 e disa vjet nga koha e Oti, kur shkroi ta rreshta nga një burg jugosllav, pasqyra vazhdon të qëndrojë e vendosur, por diçka është thyer në të. Jo vetë kombi që mbijetoi, u lirua pjesërisht, ndërtoi shtete e institucione, por vizioni, ai filli i holli mendimit që e lidh interesin afatgjatë të kombit me sjelljen afatshkurtër të politikave të tij. Jo se përpiqet lexoj Hotin, jo si arkiv historik, por si një pyetje ende e hapur. Ai njohim akoma dallimin që ai e bënte mes politikës si mjeshtri e vërtet e interesit kombëtar dhe politikës si art i të mundshmes të degraduar në dinakri personale. Ukshinoti, mendimtari që e pagoi mendimin e jetës. Ukshinoti nuk ishte një teoricent nga distanca, dhe pjesëmarrës dhe analizues njëherëshin ngjarjeve që përshkroi nga demonstratat e vitit 1968 e deri tek kërkesa historike e vitit 81 për Republikën e Kosovës. Nga themelimi konceptual i një shkence politike shqiptare deri te burgosja dhe martirizimi i tij përfundimtar. Mojkom Zeqo në parathënien e librit të tij e quan një tribun popullor dhe kombëtar. Një njeri që qëndiste ornament të fjalës dhe as nuk e trajtonte çështjen shqiptare si mit rruge apo fantazi kabineti intelektual. Por ne themi ai ishte një filozof shqiptar, sepse siç e pam këto 30 e sa vite pas Ukshinotit, ne nuk patëm as po gjenden politikan në dritën e politikës shqiptare, për të sjellë një politikë të mirëfillt e shkencë të politikës, por një varshmëri të grupeve të interesit, të interesave të ndryshme botërore, dhe ndoshta dhe pse jo edhe të agjenturave të ndryshme botërore dhe shërbimeve të. Kjo është fatkeqësia shqiptare, se ne nuk po ndërtojmë një politikë që din të qëndroj politikës përballë, kombit përballë, atdheut përballë dhe interesave të tij. Sado që maskohen se duhet se ne po bëjmë këtë atë për interesa. Politikanët që grinë popullin e vet brenda vendit të tyre nuk janë politikanë. Unë për 40 vite jetoj këtu dhe e shoh se politikanët e këtushëm të vendit punojnë për popull, jo për të keqen. Kjo po ndodh vetëm te ne.
në një formë apo në një formë. Kjo po ndodh në përvendet, po vjedhen shtetet tona, po vjedhet portofoli i shtetit nga kushtet ata që e kanë për fatkeqësi, po dalin korrupsionet në dritë, po dalin akuzat në përgjykata dhe pastaj hajde se po bëjmë. Pra përderisa kemi këto veprime dhe akceptimit dhe veprimit me shtetin dhe politikën kundrejt shtetit. Unë pak e zgjata këtu, por janë plagë që na dhënë me ngjyrë. Ndaj edhe duhet trajtuar sepse njerëzit duhet shojnë të vetë të vendosë. Jo të profilizohemi diku dhe të themi për mua është dhe kam mbet. Pa i mund të shkoj edhe në djallë pastaj. Por ne nuk duhet i shkojmë prapa gjithë. Por e shojmë si të po i themi mjaft, po heqim me votë, po nuk e ndjekim fare. Pra, do të zgjedhim tona dhe nuk duhet jemi dele që na udhëheqin gjithandej nga duan politikanë. Por duhet jemi ata që dim edhe ne shojmë me sytë tonë, me mendjen tonë të kulluar për të vendosur vetë se çfarë drejtimi të paktën personalisht do të ecim ne. Do të kthehem prapë tek eseja, tek studimi pra. Kjo është piknisja e parë e rëndësishme për Hotin. Mendimi politik nuk kishte kuptim nëse ishte i lidhur me përgjegjësinë personale. Ai vetë dinte çmimin e kësaj përgjegjësie. 10 vjet burg për aktivitet armiqësor në Thojza, trupi mbuluar me plagë nga rrahjet e policisë dhe përfundimisht duke e panjohur ende sot. Filozofia e tij politike lindi jo nga qetësia e një kabineti universitar, por nga presioni i drejt për drejt i historisë, mbi një njeri që refuzoi të linte historinë që ta shkruante tjetër. Filozofia si etik dhe konceptet themelore të ushtrit. Hoti e rimer formulën aristoteliane të njeriut si kafshë politike në Thojza, por e kthen e përmbys në mënyrën se si zakonisht kuptohet. Sipas tij, politika vërtet nuk është shkalla e fundit e instiktit shoqëror, por është përpjekja e vazhdueshme për ta kthyer kafshën në njeri, jo njeriu në siç po bëhet. Me fjalë të tjera, çdo politik që e ul individin në nivelin e interesit të pastër, të egoizmit të paskrupull, apo të dhunës së organizuar, nuk është politik në kuptimin e plot, por regres drejt asaj që politika supozohej ta tejkalon. Kthimi i kafshës në njeri dhe jo i njeriut në kafshë. Është për një qasje shkencore të politikës. Ky distiksion mes politikës dhe emancipimit dhe politikës si regres është boshti i eshtur që përshkron gjithë. Kur Hoti flet për politikanizmin e stilit barok, dogmatik apo folklorik e të vulgarizuar, ai nuk po bën thjesht kritik stilistike, po vendos një kriter etik. Politika që shndrohet në spektakël, në kult, personaliteti apo në rituale bosh fjalësh, e tradhton vetë qëllimin e asaj themelor. Kombi si interes vital, jo si retorik. Pjesa më sistematike e librit i kushtohet analizës krahasuese të teorive perëndimore dhe lindore mbi interesin vital të kombit. Nga Morgenthau te Kenan, nga teoritë sovjetike të popullit komb dhe ato franceze të sigurisë nacionale. Hoti e shqyrton këtë teori jo për të bërë erudicion akademik bosh, por për të ndërtuar një metodë që shtesë shqiptare duhet kuptuar brenda logjikës reale të fuqive të interesave, jo brenda ëndrrës apo fiktive. Ai identifikon
3 shtresat e interesit kombëtar shqiptar. E para, ekzistenca e thjeshtë e kombit. E dyta, konstituimi i tij në shtet, Shqipëria si shtetan, në klapa. Dhe e treta, bashkimi, por gjithmonë thekson ai brenda kuadrit të proceseve integruese europiane, kur si imponim mbi njërin apo tjetrën palë, dhe kur si projekt që rrezikon vetë ekzistencën e Shqipërisë. Pra politikanë nderuar, duhet t'i kapni mirë këto, se nga duhet ecni. Sepse për këto nocione, për këtë ideal, është derdhur shumë gjatë. Ky nuk ishte nacionalizëm romantik, ishte llogaritje e ftohtë geopolitike, e vetëdijshme për përkufizimet reale të një populli të vogël. Kompleksi i inferioritetit si armik i brendshëm. Ndoshta koncepti më i fuqishëm i librit dhe më i vlefshëm për sot është ai i kompleksit të inferioritetit kombëtar. Hoti e sheh atë jo si ndjenje psikologjike periferike, por si forcë historike që në rrethanat objektive nuk e kërkojnë atë. Nga kompleksi i inferioritetit krijohet ai humbet perspektiva dhe tabuizohet statusi. Kompleksi i inferioritetit të kombit shqiptar është një fatalitet që duhet kapërcyer. Pra thotë, vend të parathënies shteti dhe interesat vitale të kombit. Ishte në thelb një thirrje për maturi kolektive. Historia e shqiptarëve nuk është histori e bërë nga të tjerët për shkak të ndonjë mangësie thelbësore, por histori që ende pret të njihet drejt edhe nga vetë shqiptarët. Kapërcimi i këtij kompleksi sapo hotit nuk vjen nga triumfalizmi apo nga retorika patriotike e zëshme, por nga një vetëdije qetë analitike e aftë të pranojë realitetin ashtu siç është, jo siç do të donin ta shohin. Vizioni i Hotit për çështjen. Vizioni i Kushinotit për çështjen shqiptare nuk ishte një hartë me shigjeta drejt bashkimit territorial të menjëhershëm. Ishte në thelb një filozofi e etapave. Së pari, njohja e drejtë e pozitës aktuale, Kosova si subjekt i përcaktuar juridikisht nga Federata. Së dyti, kërkesa legjitime dhe demokratike për barazi institucionale, pra Republika e Kosovës e barabartë me republikat e tjera. Dhe së treti, integrimi brenda proceseve europiane si kuadër, i vetëm i mundshëm për zgjedhje afatgjate, dhe vetëm si rrjedhoj natyrale të këtyre etapave, jo si qëllimi i imponuar forcë, pra flasim për bashkim. Kjo qasje e shkallëzuar dallohet qartë nga dy tundimet kohës. Në një anë, rezistenca pasive e eshtër, të cilën Hoti e quan degradim të vetë grandizmit, pra rezistencë që bëhet humbje personalitetin në vend se të bëhet afirmim. Nga ana tjetër, aventurizmi irredentist që nuk llogarit raport real të forcave rajonale dhe globale. Mes tyre dy skajeve ai vendos rrugën e tretë, aktivizimin racional, demokratik të lidhur ngushtë me proceset europiane të kohës. Element tjetër qendror është refuzimi i Hotit për ta lidhur çështjen shqiptare me fenë. Ai e quan absurditet instrumentalizmin e luftës shqiptare si konflikt fetar mes krishterimit ortodoks e islam, duke theksuar se pluraliteti fetar të shqiptarët është qëndruar historikisht në përcaktues të identitetit etnik. Jo qëndres ndaj çdo tentative për ta etiketuar çështjen shqiptare me kategori të huaja, qofshin fetare, qofshin ideologjike, mbetet sot më shumë se kur një paralajmërim e vlerë. Politika e nofkave, kritika e Hotit mbi degradimin e fjalës politike.
Në një prej kapitujve më të ngushtë të librit, Hoti analizon fenomenin që e quhen nofka dhe demokraci. Praktikën e etiketimit politik si zëvendësimi i argumentit. Kur mungon argumenti i vërtet, shkruan ai, politikanët i drejtojnë fjalorit përbuzjes, komunizmit kontrarevolucionar, etika që nuk shpjegojnë asgjë, por synojnë vetëm përjashtimin e kundërshtarit nga hapësira legjitime. Ky mekanizëm sipas Hotit është vetë antiteza e demokracisë, sepse demokracia thekson vazhdimisht nuk mund të ngrihet mbi mohimin total të së djeshme, as monopolizimin e vërtet nga një grup i vetëm. Demokracia autentike, koncept që ai e shtjellon gjatë gjithë librit, nënkupton pikërisht të kundërtën, praninë e pluralizmit, respektimin e të drejtës së të tjerëve për të menduar ndryshe dhe përgjegjësinë personale të atij që flet publikisht, jo fshehjen pas kolektivit apo nofkës që i ngjet tjetrit. Kjo analizë e shkruar në kontekstin e viteve 90-ta tingëllon sot pothuajse profetike, kur zbatohet mbi peizazhin politik shqiptar të 3 dekadave të fundit. Një peizazh ku fjalori i përbuzjes reciproke, tradhtar, agent, i shitur, shpesh ka zëvendësuar debatin real i politikët. 30 vjet më vonë, politikanët shqiptar përballë pasqyrës së ushqimit. Nëse do ta ngrinim sot librin e Hotit si pasqyrë përballë klasës politike shqiptare në 3 dekadat e fundit në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Preshev, Bujanovc, çfarë do të shihim? Jo pasqyrim identik, sepse historia përsëritet për një sër vazhdimësisht shqetësuese që meritojnë pështrim të ndetë. Fragmentimi si zëvendësues i vizionit, pra që është pika qendrore e politikave të sotme. Pra, fragmentimi i cili alenas të bashkohemi brenda qëllimit të një. Por edhe nëse drejt e ka tjetri, pse nuk jam unë me të, do ta kundërshtojë. Ukshin Hoti ndërtoi tërë veprën e tij mbi idenë e çështjes shqiptare, kërkon një qasje të unifikuar, të bazuar në interesin afatgjatë e jo të ambicieve afatshkurtra, të nomenklaturave, qofshin ato të brendshme apo të 30 vjet pas pavarësimit dhe pavarësisë Kosovës, realiteti tregon një fragmentim që as Hoti nuk do ta kishte imagjinuar të shkallë. Kosova dhe Shqipëria me qeveri që herë flasin për një komb, e herë për 2 shtete, e herë sillen sikur janë fqinj të thjeshtë diplomatik. Maqedonia e Veriut, ku përfaqësimi politik shqiptar shpesh është thyer në monedhë këmbimi për poste qeveritare, më shumë se sa burohet interesave strategjike të komunitetit. Presheva, Bujanovc, Medvegja, që mbetën periferi e harruar e vetë të dijes politike shqiptare, siç e parashikonte pjesërisht vetë Hoti kur fliste për vendeshjen e interesave. Ky fragmentim nuk është thjesht rezultati i kufive shtetërore. Ata ekzistonin edhe kur Hoti shkruante. Është më tepër rezultati i mungesës të asaj që ai e quante politikë gjithëshqiptare, e ndërtuar mbi analizë racionale të interesit, dhe zëvendësimi i saj me interese krajnore, partijake, shpesh personale, të pleqësve. Kompleksi i inferioritetit i rikthyer në klientelizëm dhe jashtë. Hoti paralajmëronte kundër kompleksit të inferioritetit si forcë që prodhon në nështrim të panevojshëm. Në 30 vitet e fundit ky kompleks nuk është dukur, ka ndryshuar formë, është shndruar shpesh në atë që mund të quhet klientelizëm
ndaj faktorëve të jashtëm, prirjen e disa udhëheqësve, shqiptar për të kërkuar legjitimitetin e tyre kryesisht nga miratimi i kancelarive perëndimore, pra duke u servitur për të qenë i ledhatuar nga kancelaritë perëndimore dhe politikat e huaja, dhe jo i qëndrueshëm në interesat kombëtare dhe shtetërore të vendit. Në vend që ta ndërtoj atë me qeverisje efektive, drejtësi funksionale dhe zhvillim ekonomik të brendshëm. Kjo prirje e kuptueshme historikisht oti vetë e njehte peshën e faktorit ndërkombëtar në fatin shqiptar. Rrezikon të bëhet vetë mjaftueshmëri, pra sikur të vetë mjaftohemi. Kërkimi i miratimit të huaj si qëllim në vete, jo si mjet për realizimin e interesit. Procese si dialogu Kosovë-Serbi, zhvillimit me ndërmjetësimin ndërkombëtar prej më shumë se një dekade, apo iniciativat rajonale si Ballkani i Hapur, shumë qesharake, ilustrojnë të dilemë. Janë ato instrumente racionale në funksion të interesit vital të kombit, ashtu si të kërkonte Oti, pra pjesë e proceseve integruese europiane, pa rrezikuar identitetin apo ekzistencën e subjektit. Ju desha të ndalem pak, të nderuar miq, sepse ky Ballkani i Hapur që na paska propozuar Serbia, në një farë forme vije si një lloj kundërshtie e Bashkimit Evropian, fillimisht. Sado që të tjerët mund ta interpretojnë ndryshe dhe mund ta arsyetojnë atë, unë po u them se është propozuar një lloj konkurrence që dikush pastaj në Ballkan të jetë faktor dhe të luajë me shqiptarët. Është mirë që është mirë se çdo ide që vjen nga një shtet që dikur ishte armik me ne, duhet të refuzohet. Shqiptarët duhet ta kenë kokën tjetër. Dhe to që vijnë nga veriu derisa të tjerët heqin dorë nga hegemoni. Sot bota mund të lejoj pra një popull të shtypet nga popull tjetër. Dhe atë papi se unë dua të dominoj. Jo më e të kthehem përsëri te tema, pra procesin e dialogut Kosovë-Serbi, filluar me ndërmjetësim kombëtar prej më apo iniciativa rajonale. Ballkani i Hapur ilustrojnë në dilemë. Janë instrumente racionale në funksion të interesit të kombit, apo si kërkonte Oti pra një pjesë e proceseve integrale europiane, pa rrezikuar identitetin dhe ekzistencën. Por ky Ballkan i Hapur, pra që na erdhi në këto kohë pas Kosovës, erdhi kondita tjera, me frym tjetër dhe me politika tjera, karët. Apo janë disa raste forma të reja të atij amalgamimi që Hoti analizonte me kritik të shembullit sovjetik. Integrim që në sipërfaqe duket vullnetar, por në thelb rrezikon të tret specifikën dhe peshën politike të palës më të vogël, të palëve më të vogla, apo siç jemi ne vende më të vogla dhe pastaj të tjerët na dominojnë. Kush pranon dominancën e kohë? Cili shtet sot në Ballkan do t'i pranonte dominancën e aq më shumë shqiptarët? Kurrë dhe as. Përgjigjja nuk është e njëjtë për çdo rast. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse metoda e Otit, analiza e ftoftë, jo besimi apo mos besimi i verbër, mbetet mjeti më i vlefshëm për ta gjykuar.
se është rrezik për popujt e vetë, edhe si Kosovë. Nofka të reja të njëjtat smundje. Fjalori i nofkave që Hoti e kritikonte te bashkohësit e tij ka gjetur trashëgimni të denjë në gjuhën politike të sotme. Në vend të komunistit apo irredentistit të diku, sot dëgjojmë oligarki, korruptuar, agenti juaj, tradhtari çështje kombëtare. Etiketa që shpesh qarkullojnë pikërisht mes atyre që deklarojnë veten mbrojtës më të zjarrt të interesit kombëtar. Ironia është e hidhur. Vetëm gjua e përdorur për ta mbrojtur kombin shpesh riprodhon atë që Hoti e quante degradim të demokracisë. Në argumentit dhe të debatit publik me luftën për eliminimin moral të kundërshtarit. Ka kaluar në një narrativ të kohës dhe kush kujt ka mundet i flasë sot se ka përgjegjësi për fjalë, ka gjykata që do t'i kapin, t'i dënojnë, t'u heqin imunitete, t'u heqin mandate dhe të shkojnë në shtëpi. Të vinë politikanë më të ri, më të zellshëm, më të padjallëzuar, që i shërbejnë vend atë dhe ut. Jo këta politikanë që të zbrazin vendet edhe sot e kësaj dite duke mos krijuar të mira në vendin e tyre për të gjetë vende punë, për të gjetë veten atje dhe jo për të kokën. Neve miq që kemi fituar dhe na kërkohet ndoshta edhe koka shpesh. Por kanë qenë tjera kohë, kanë qenë kohë robni. Dhe sot pra, ne nuk po krijojmë as premisa për të hapur ekonominë tonë, për të krijuar vende pune atje, që fuqia punëtore të vetët. Dhe jo ma edhe po flasim tonë, por edhe për demokraci. Po hapur premisa sa duhet për të punuar të rinj, për të mbajtur atë pjesën atje, na hika jashtë. Korrupsioni si formë bashkëkohore e politikës. Hoti, duke ju referuar kuptimit latin të fjalës ars, që përfshin njëkohësisht mjeshtrinë dhe dredhinë, bënte dallimin mes politikës si mjeshtri fisnike dhe politikës si dinakri e ulët, por metodat e paligjshme apo imorale përdoren për qëllime private. Ky dallim ndriçon shumë nga ajo çka indekset ndërkombëtare të perceptimit të korrupsionit dhe raportet e vazhdueshme të Komisionit Evropian kanë regjistruar për vendet e rajonit. Hapja e institucioneve, delimi partijak në emrime politike dhe përdorimi i çështjeve kombëtare, retorikë mobilizuese dhore, ndërkohë që politikat konkrete të qeverisë të ndalem këtu pak se mu kujtua një jashtë, por se ti paka shumë prek. Ta isha në Kosovë, thanë se të ardhurat për fëmijë shumë pak do brenda shkollave për jeshtë. Për një fëmijë brenda vitit që mund të kohej për ne këtu 3-4 kafe për ajo më lejoj bugjeti për një për gjitha këto që i thamë do të kemi korrigje. Pra, unë po flas. Në Zvicër do fati dy kohën
që shkon në shkollë, po i më shkolla. Dhe kjo është i thot, shkollë. Ka llogarit ato të tjera që investon familja, përgjegjësi familjes. Pjesë të tjera që i mbeten familjes për ta shoqëruar fëmijët. Asi pa buxhet. Por duhet të lënë mangu të gjona të tjera, qarë si ka dhe siguria shtetërore e cila po na rrezikohet nga agenturat e ndryshme, edhe nga agent shqiptar. Do të nxjerrët dënon këto, që dënon individin që punon kundër interesit të kombit të vet, të shtetit të vet ku jeton. Sepse ti ban pasaportën atij, ban leton aty, dhe punon kundër interesave të shtetit, në interesat të armiqve. Të armiqve po flasim, po duam të emrojmë. Do të jetë para shtetit për veprim. Dhe duhet vazhdoj aty ku e mbeta. Kjo nuk do të thotë se çdo politikan shqiptar i 3 dekadave të fundit ka qenë i pandershëm. Pra, jemi relativ të po akuzojmë gjithmonë e pa kreditë politike. Pra, ka pas edhe njerëz të ndershëm që duan atë. Kyçen me mendim se duat se do të ja arrit vetë e politika për partijake u akuzon aty që vërtet ka interesa të tjera partijë për të vënë në kundërshtim me partitë të tjera për të fituar edhe një mandat. E kur jemi te mandatet, pra unë gjësiraj, ka propozuar vendit tim, shtetit, të nxjerrët një ligj që të gjithë ata që kanë pasur 2 mandate në politikat shtetërore të mos kenë të drejtë mandatin. Të përdoret një sistem sikur me presidentët amerikanë. Përdoren janë të lirë të votohen mandatet dhe jo të ne na sundoj njerë, hip njerë një e hip tjetër. Pra dhe pastaj ne flasim për të kaluar në ato zyrtar. Ato po se po. Por edhe në kohë të demokracive këto po na ndodhin. Janë ti neve shqiptarëve. Në cilin shtet në atë vende po i sheh nga 30 vite të njëjtit. Kush nuk mund të jetë i përjetshëm derisa të hiqë arkivol. Por ka breza të tjerë që vinë për të vazhduar aty ka mbetur, aty po ka lënë brezi që kaloj. Te ne jo. Ne derisa të mundemi të kapim krutën dhe të shkojmë parlamente apo të udhëheqim shtetin. Duhet të kufizohen mandatet. 2 mandate dhe kaq. Ke çfarë kërkon kanë jetën me mdalë atje në edhe me mësu rrugët e përdorimit e keq përdorimit. Po në ndodhi. Se këto janë fatkeqësi, ta janë mjeshtrit e fatkeqësi. Ta mjeshtrit, ta duhet ta ke. Nuk është kundër askujt. Edhe unë po 2 mandate dhe vetë do t'i ditën e fundit do të kisha dalë, do isha betuar para kuvendit dhe ka thonë unë kaq thash vetvetes, 2 mandate dhe të vazhdojnë të tjerët.
do ta kisha kërkuar dhe kjo nuk do të thotë se çdo politikan shqiptar i 3 dekadave të fundit ka qenë i pandershëm. As procesi i ndërtimit të institucional ka qenë pa arritje reale. Pavarësia e Kosovës, soliditetit, hapja e negociatave me Bashkimin Evropian janë arritje historike që vetë Hoti do t'i kishte parë e drejt dhe vizion. Por vetë Hoti do të kërkonte më shumë se arritjet formale. Do të kërkonte një etikë të vazhdueshme të qeverisë, jo vetëm momente ulmore. Ka kam mbijetuar nga vizioni. Arsyeja do t'ishte e padrejtë ta lexonim këtë krahasim vetëm si dënim. Sa nga parimet themelore të Hotit kanë gjetur zbatim, paktën pjesor. Rruga europiane mbetet busulla kryesore e politikës së jashtëmiqësore në të gjitha subjektet, Kosovë, Shqipëri, periudhë. Refuzimi i instrumentalizmit fetar të çështjes shqiptare ka mbetur në përgjithësi qëndrueshëm dhe në kohë kur retorika globale e sigurisë e kundërt. Dhe vetë ekzistenca institucionale e Kosovës si shtet, objektivi qendror i luftës së Hotit, është realiteti pakthyeshëm, njohur nga shumica dërmuese e demokracive perëndimore. Por vizioni i Hotit nuk përfundonte te ekzistenca e thjeshtë e shtetit, përfundonte te cilësia e jetës politike brenda tij, te aftësia për ta kthyer kafshën politike në qenie të plot njerëzore, siç e formulonte ai vetë. Dhe këtu pasqyra vazhdon të tregoj të qarta, të kërkoj vëmendje të vazhdueshme, jo vetëm për kujtim nostalgjik të përvjetorëve. 3 figura simbolike të endekut të visionit. Pa u ndalur te emra apo institucione konkrete, sepse Hoti vetë refuzonte analizën e personalizuar në dëm të asaj strukturore. Mund të identifikohen 3 tipologji politikanësh që kanë dominuar skenën shqiptare të 3 dekadave të fundit dhe që të trija në mënyra të ndryshme e tradhtojnë metodën e tipologjia e parë, udhëheqësi. Kjo tipologji ndërton legjitimitetin e vet mbi një monument historik të vetëm, pjesëmarrjen në luftë, rezistencë apo ndonjë akt themelues dhe e shndron atë në moment kapital politik të përjetshëm, pa e ripërtrirë kurrë atë kapital përmes qeverisë së miq. Hoti që vetë pagoi me trup pjesëmarrjen e tij në histori, kurrë nuk e kërkoi shpërblimin politik për këtë. Përkundrazi, vazhdoi të kërkonte metodë, argumente dhe kur kushte do të drejtë morale të kërkonte thjesht respekt. Dhe si simboli sotëm shpesh bën të kundërtën, e kthen respektin e merituar historikisht në imunitet të përjetshëm ndaj krizës. Pra kjo që e thash më herët, se ne po krijojmë miqë politikë, nuk na duan. Ne po krijojmë baballar, na duan. Politikës i duan politikanë që kryejnë detyrat e veta 100% në vendin e punës atje ku janë. Pra, edhe për kryetar shtetesh, edhe kryeminist, edhe kryeqeveritar, është ai vendi i punës të cilit duhet t'i përgjigjet ligjërisht dhe moralisht, sepse duhet t'i kryej detyrat e veta ashtu siç duhet, me nder dhe nuk ka tjetër lidhje. Pos kryes së detyrave të veta, kjo është edhe ndershme. Tipologjia e dytë, menaxheri teknokratik pa vizion. Kjo tipologji e kupton politikën vetëm si administrim, negocim teknik me Brukselin, plotësim kushtesh, raportim statistikash, pa asnjë lidhje me atë se çka Hoti e quante histori e vetëdijsuar politikisht.
është përmirësimi dukshëm ndaj korrupsionit të afërt, por mbetet I pamjaftueshëm, sepse harron pikërisht atë që hoti e vinte në qendër. Politika nuk është vetëm menaxhim korrekt të tashmen, është edhe përgjegjësi ndaj kuptimit historik të kohës. Tipologjia e tretë, populisti ofka. Kjo është tipologjia që afrohet më së shumti me kritikën e drejtë për drejtë të hotit. Politikani që ndërton tërë platformën e vet mbi etiketimin e kundërshtarëve, I shitur, agent, tradhtar, duke zëvendësuar debatin e ideve me luftën e identiteteve morale, siç parashikonte Ukshiloti për kontekstin e vet, kjo formë politike mund fitoj betejë afatshkurtra emocionale. Mund të manipuloj masat për një kohë të shkurtër, por nuk mund të ndërtoj kurrë atë që ai e quante demokracia autentike, sepse demokracia autentike kërkon pikërisht të kundërtën e etiketimit, njohjen e së drejtës së tjetrit për të mjaftuar ndryshimin. Këto tri tipologji sigurisht nuk janë kategori absolute dhe shumica politikave reale kombinojnë elemente nga secilat, por vlera e ushtrimit nuk qëndron në klasifikimin vet, por tek pyetja që e shoqëron sa prej klasës politike shqiptare aktuale do të kalonte në testin që hoti e bënte vetës çdo ditë, testin e argumentit racional, të përgjegjësisë personale dhe të interesit afatgjatë të kombit I atë afat shkurtër të individëve. Rajoni si tërësi I Ballkanit që hoti e parashikoi. Një nga vlerat më të harruar të veprës së hotit është shkrirja e saj rajonale. Ai nuk shkroi çështjes shqiptare si histori të izoluar, por si pjesë e një game të gjerë procesësh europiane. Përbërja e Jugosllavisë, ripozicionimi I Bashkimit Sovjetik, integrimi evropian. Kjo qasje rajonale globale mbetet relevante edhe sot, ku çështja shqiptare nuk mund kuptohet jashtë dinamikave më të gjera. Derimi ngadalshëm I Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor, rivaliteti gjeopolitik në rajon mes fuqive të mëdha dhe vetë procesi ende I papërfunduar I normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës. Nëse hoti do të shihte sot hartën e Ballkanit, ndoshta do të vërente se shumë nga strukturat që ai analizonte te Bashkimi Sovjetik, përpjekjet për amalgamim rajonal që në sipërfaqe duken teknike ekonomike, por që në thelb prekin sovranitetin e identitetit. Kanë analoge të reja në format e sotme të bashkëpunimit rajonal. Metodat I gjithsesi mbetet e njëjtë. Ai refuzimi I verbët I çdo bashkëpunimi rajonal, as pranimi naiv I çdo iniciative, pa e analizuar interesin real. Dhe për fund, flasim edhe për filozofinë si detyrim. Ka një rrezik të veçantë kur një mendimtar bëhet martir, rreziku që fjalët e tij të ngrihen mend, të nderohen çdo vit me fjalim solemne, dhe në të njëjtën kohë të mos zbatohen kurrë si metode gjallë të mentorit. Notin e shkroi filozofinë politike të shqiptare për të bërë emër rrugë. Se nga këto fjali duhet shumë. Pra, neve duhet vetëm të përkujtojmë apo të emërojmë por tezat e tij në politikat tonë për ta ndërtuar politikën tonë shtosh në shkencën që e proklamoi. Ai është filozof dhe mbetet nuk ka atje. Ne I pam kemi parë në këto nga shpallja e pavarësisë
Çfarë nivele politikanësh kemi dhe çfarë kanë ofruar ata. Fukshinoti ishte i denjë që politika shqiptare i afrohet ne derisa nuk kemi politikan që kanë mbaruar shkencat politike. Ne se pa u profilu, jo tabinar, është nuk bëhet politika me rrugë që i natesh të parim pala. Por ka edhe arteve ka shkencët që të profilu brenda politikë. Për këtë politikë bëhet politika paushale. Çfarë na është për t'i mbyll syt përpara televizionit. Çka merren? Çfarë fjalori përdorin nëpër parlamente, andej nëpër televizione, media. Për t'u ardhur sinqerisht u bazuar në te që e thash një shpesht tjellë pra mbyll televizion. I heq kanalet nuk më pranë se cili politikan përballë kësaj që do të ndjeti përgjithshëm, jo të tërprohet, por të korrigjoj fjalorin e tjellet e veta në raport me politikanë, në raport me akuzat që ngrit, me tendencat që ka, sepse do akuzë duhet ta bësh sikur për vete. Fillimisht sa rëndon ajo te pastaj jemi mësuar që sa më shumë sa më shumë të etikojmë, sa më shumë të stigmatizojmë, ndoshta masa jene sot në kontrole. Absolut të hedhë në koshin. Pra, librin Filozofia politike çështjes shqiptare e shkroi si mjet pune, si një metodë analitike që kombinonte rigorozitet teorik me përgjegjësi qytetare dhe që kërkonte se nga çdo brez i ri politikanësh të bënte të njëjtën punë, të mendonin vetë në vend që të përsëritin sloganin e fatshëm. Pasqyra që hoti e la pas tij është e thyer, se kombi dështoi absolut. Historia 3 dekadrave të fundit përmban aq shumë arritje reale sa do të ishte e padrejtë të mohoj. Është e thyer sepse mes vizionit dhe praktikës mbetet ende një hendek që vetëm një etikë e re politike mund ta mbyll. Etikë që i rikthen politikën nga arti i mbijetesës personale në atë që hoti e shihte si detyrë themelore, kthimin e kafshës në njeri dhe të njeriut në fund zotrues të fatit të vet, jo një objekt të tij. Kjo mbetet ndoshta trashëgimia më e vështirë dhe më e domosdoshme. Jo formulat e gatshme për bashkim apo pavarësi, por thirrja e vazhdueshme e heshtur, por e palëkundur nga muri i Chelsea, që politika shqiptare të mos të kaloj kurrë së pyeturi veten nëse po shërben interesit vërtet kombit apo thjesht interesit të atyre që flasin. Çfarë themi? Se vërtet u tari politik. Profil ndoshta duhet për mi kas për të vazhduar rrugën e sot na që para. Ndoshta miq të nderuar, pëndjes për kohën që u mora dhe
ndoshta nga një herë edhe emocional, ka pak edhe pamja sy, po në trahton nga pak. Por gjithsesi kërkojmë ndjesë ato që jetë gjatë timit të jetë. Neve do të vazhdojmë pasit përgjithshme ato pasur dhe do të sjellim edhe përpara juve cilat ndoshta paktën nga kjo që thamë së në konkluz për se cilin të paktën shërbej për vetë dhe jepin vetë për ta përdorur atë kur e ka nevoja dhe interesi raport me për ju nga Zvicra e të tjera e pra do të më pesë. Ju uroj një pasditë të bukur mi, kaloni sa më dhe keni edhe një ramje. Ju pafshim.